Pas tërmeteve të shumta në muajin shkurt në ishullin Santorini në Greqi, ka mbërritur anija e parë me turistë të dielën. Tërmetet në shkurt bën që shumë anije të devionin lundrimin e tyre drejt ishujve të tjerë, detyruan njerëzit të largoheshin dhe u ngritën shqetësime për sezonin turistik. Turistët shprehën entuziazëm për kthimin në Santorini dhe thanë se ishin të qetë nga siguria që ju kishte dhënë qeveria, ndërsa vendasit thanë se shpresonin që turizmi në ishull të rikthehej. But I knew that we wouldn't come if it wasn't safe. Nuk do të vinim nëse nuk do të ndiheshim të sigurt. Qeveria greke tha se situata është e sigurt, kështu që e pashtë arsyeshme të vija. U shpreh një turiste. Ndërsa pronari i një dyqani në Santorini tha se shpreson që gjërat të kthehen në normalitet dhe njerëzit të kthehen në ishull. Ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα γυρίσουν σε αυτό που λέμε κανονικότητα, θα ξανάρθει ο κόσμος. Shpresoj që situata të përmirësohet për të gjithë, është shprehur pronari i një dyqani. Greqia, e ulur në linja të shumta thyerje tektonike, është një nga vendet më të prekura nga tërmetet në Europë.